Do të vazhdojmë përsëri me huat me anuitetet barabarta, pikërisht këstet të huave me anuitetet të barabarta. Se cili anuitet është i barabart me shumën e interesit në borxhin e mbetur dhe të pjesës së borxhit kryesor të cilin e kthen e që quhet këst. Me që anuiteti i parë shprehet si shuma e këstit parë dhe interesit, dim që interesin e shprehshim përmes kapitalit, her përqindjes, thyje për 100, atëherë do ta kemi. Kësti parë është anuiteti minus interesi. Me qenë se anuiteti i dytë, realisht do ta ketë kuptimin e formulës së parë, do t'jetë kësti i dytë plus nga tërësia e kapitalit do të minusojmë këstin e parë, që do t'jetë K minus I, K minus K njëshi, here përqindja thyje për 100. Atëherë, provojmë që se cilin prej anuiteteve, pikërisht që dha më herët me formulë, ta shprehim si anuitet dhe ti njësojmë këstet duke u shprehur përmes këstit të parë. Pra, kësti i dytë do të shprehet përmes këstit të parë, e pam këstin e parë më herët, ta shprovojmë ta njësojmë edhe këstin e dytë. Pra, kësti i dytë do t'jetë anuiteti minus K minus K një herë përqindja thyje për 100. Disa veprime matematike, pra do t'i zavendsojmë, do të shprehim, do të zbërthejmë pak formën dhe do të njësojmë këstin e dytë që do t'jetë kësti i parë here faktori interesit. Në këtë rastin tonë, faktori interesit është 1 plus për thyje për 100 që e kemi pa dhe ma herët se u shprehte si faktori interesit. Me qenë se puna nevojitet formula e përgjithshme, përsëri provojmë të njëjtën formë. Njësojmë këstin e tretë, përsëri duke e zbërthyer në forma më të thjeshta duke ardhur te forma e përgjithshme e formulës. Pra, kapitalin do ta zbërthejmë siç e kishim sepse ishim në këstin e tretë, do të kemi anuiteti minus K minus K1 minus K2, që ishte për këstin e dytë, here përqindja thyje për 100. Pasi ti kryjmë veprimet matematike, do të shohim që kësti i tretë do t'jetë prapi zbërthyer përmes këstit të parë dhe do t'jetë kësti i parë here faktori interesit në katror. Çka mundemi tutje të bëjmë? Ti gjejmë të gjitha këstet që shprehen përmes një formule të përgjithshme, pra do t'jetë kësti i përgjithshëm, K-eni, që është baraz me këstin e parë, here faktori interesit në eksponentin n minus 1. Pra, shprehem formulën e përgjithshme të kësteve. Të shohim një shembull aplikacioni ose aplikativ. Të shohim se çka kërkohet. Kemi huan prej 300.000 eurove, e cila amortizohet për 15 vjet me anuitetet barabarta vjetore dhe interes 10% me kapitalizim vjetor. Të caktohet kësti i fundit. Në esencë, çka duhet kemi parasysh, çka kemi të dhëna? Pra, në rastin tonë të shembullin tonë, kemi huan prej 300.000 eurove, kemi vitet 15 vite, kemi anuitetet barabarta që na tregon që preferohet që spari të njësohet anuiteti, si dhe interesin 10%. Po shihet që është kapitalizimi vjetor. Të shohim se si shkon njësimi. Gjithmonë preferenca e parë është të shënohen me simbole të dhënat që i patëm. Pra, kemi huan prej 300.000 eurove, vitet 15 vite, përqindja është 10, pastaj njësohet faktori interesit, sepse e kishim të nevojshëm në formulë, sepse kërkohet të gjendet kësti pas 15 vitesh ose kësti 15. Pra faktori interesit është 1 plus P, thyje për 100. Në rastin tonë përqindja është 10, 10 të 100, që është 0.1, plus 1 për para 1.1. Me që është me anuitetet barabarta, realisht e njësojmë anuitetin. Formula anuitetit veç ishte e shprehur më herët dhe kishte të bënte me kapitalin ose po themi tërësin, here shuma që ishte brenda e përbërë prej faktorëve të interesit, pra eri në n, r minus 1 thyje për r në n minus 1. Pasi të zëvendësohet, dhe me thonë kemi një kalkulim të thjesht, i cili nuk merr kohë për pak sekonda dhe do ta kemi një vlerë të dhënë. Pra, e njësuam anuitetin, po shihen zavendësimet nga lart, dhe në këtu vrejtëm se anuiteti është 39.422.13 euro. Me qenë se kërkohej kësti i fundit, thash që të gjitha këstet, trojtën e përgjithshme, kësti janë, njësohet përmes këstit të parë, preferenca është ta njësoj spari këstin e parë.
që në fillim ju tregova që kësti I parë njësohej duke ja minusuar anuitetit interesi. Pra, anuiteti minus interesi ishte KHP thye për 100. Anuitetin që kishim të njësuar më herët, ndërsa kapitali ishte 300.000, here për përqindjen që kishim 10, thye për 100. Pra, ky raport këtu do ta jep një vlerë të përgjithshme duke ja minusuar anuitetit interesin, pra, na del kësti I parë që është 9.422.13 euro. Me që kërkoj të njësoj kësti I fundit pikrisht pas 15 vitesh, kësti 15, tash e kemi shumë të lehtë. I kemi pothuajse të gjitha elementet, të cilat mund të zaventësohen në formulën për këstin e 15. K15 që ishte kësti I parë here faktori interesit në eksponentin për një më pak se sa vitet, në n-1, pra 15 minus 1 do tjetë në të 14. Realisht, kësti 15 na doli 35.856.28 euro. Po vazhdojmë tutje, kemi të bëjmë tash, kemi amortizimi një huaje me anuitetet të barabarta, cilat janë të dhënat, të cilat na shërbejnë. Do t'i marrim spari simbole dhe do t'regojmë çka do të shënojmë. Interesin për vitin ose periodën e IT do ta kemi I-in. Do t'i kemi këstet, ose ne themi kësti IT, si shënim, për I-a do t'jetë borgji I kthyer. Normal, ose pjesa e paguar, mundemi të zëvendësojmë si borgji kthyer të themi, apo pjesa e paguar, varësisht nga shprehja, pas anuitetit të IT dhe çka na mbetet pjesa e mbetjes së borxhit, ose mbetja e borxhit pas anuitetit të IT. Pra, interesi I IT, mos të harrojmë, interesi e ka formulën e njëjtë. Në tërsinë, do me thonë të dhënën e parë, që ne tash po I themi borxh erit, është, ose kur shënojmë R në R, I minus 1 në indeks poshtë të erit, themi borxhi paraprak, here përqindja thye për 100. Vetëm këtu po e paraqesim si trajtë përgjithshme. Vërejmë se në rast se të më tepër kapitalizimesh dhe anuitetesh brenda vitit, na ndron edhe vlera, pra emi nuk është ne, është I ndryshëm prej nishit. Në këtë rast, dim që duhet të ndrojmë ose të shtojmë edhe një simbol në faktorin e interesit R, që do t'jetë I-a, ndoshta më mirë trajtën e përgjithshme ta themi, është baraz me pjesa e mbetur e borxhit para prake here përqindja thye për 100. Here më, me qenë se kishim edhe periudha brenda vitit. Pra I shtuhej edhe mëja. Po vazhdojmë tutje me amortizim të një huaje me anuitetet të barabarta, realisht, çka po na duhen, format e përgjithshme, të cilat duhet të njësohen për një amortizim të një huaje. Pra, kemi këstin. Kësti është, thash edhe një herë, anuiteti minus interesi. KI-a baraz me anuitetit, zakonisht është anuitet, sepse tham anuitetet e barabarta, mbetet I njëjti në për të gjitha rastet e njësimit të kësteve. Kemi borxhin e paguar, që ne e kemi shënu me PI, dhe është baraz me borxhi paraprak I paguar, plus kësti KI, varësisht, do me thonë qofse është pënishi borxhi I paguar, atëherë do ta kemi borxhin paraprak, plus kësti I parë. Pra, vazhdojmë, I gjejmë edhe borxhin e mbetur, në qoftë se nuk ka përfunduar amortizimi I një huaje, do të kemi ende borxh të mbetur. Pra, borxhin e mbetur po e shënoj me RI dhe të njësohet si borxhi paraprak minus kësti. Në vazhdim po e japim tabelën. Shumë është e rëndësishme të dihet në tabel çka kërkohet, cilat janë të dhënat, të cilat na shërbejnë që ta kemi një plan të amortizimit, pra ta kemi thjesht të tërën të dhënë sipas kërkesave që të shohim se si do të amortizohet një hua. Pra, unë dal nga dal po ju tregoj secilën prej këtyne çka shpreh, çka kërkon dhe çka bëhet nëpër këto faza. Varësisht nga periudhat, në qoftë se kemi vjetore, për disa vite, do t'i shohim që periudhat do t'jenë aq sa vitet. Në qoftë se kemi periudha edhe brenda viteve, do të shumëzohen me vitet. Do t'jenë vitet here periudha. Për shembull, semestrale do t'jetë vitet here 2, me qenë se kemi 2 semestra brenda viteve. Pra, në tabel preferohet. I-a vogël tregon vetëm renditjen e periudhave. Do të thonë, sa periudha, aq do t'jetë I-a. Përse filluan prej zeros. Me qenë se pikë spari filloj me huan e marë, atëherë në zeron, në te I-a 0, do ta kemi vetëm huan,
ose do të themi më mirë borxhin, e marr që do të jetë ajo tërësia që po e shënojmë vetëm kënd, atë do të jetë borxhi. Faza e parë do të jetë faza e parë për fillim të amortizimit, nëse është vjetore, apo faza, siç e përmenda edhe më herët, nëse kemi edhe ndonjë ndarje tjetër të fazave brenda vitit, do të shumëzohet. Kështu që në fazën e parë do të filloj me interesin. Prej fillimit ju thash që interesi shpreh raportin e prodhimit të borxhit me përqindje thyje për 100, herë më nëse është periudha brenda vitit, ndërsa nëse është vetëm vjetori jemi është një dhe se s'ka nevojë të shënohet. Do të vazhdojmë me këstet. Kësti ishte ndryshimi i anuitetit me interes, pra anuiteti që ishte i barabartë tërkohën, ishte një anuitet, minus interesi në fazën e parë, minus inishi. Po flasim për fazën e parë. Pastaj kishim anuitetin i cili shprehej njësohej, më mirë të them, dhe kishte një vlerë që shërbente tërkohën për plan të amortizimit e njëjta vlerë, me që ishte me anuitete të barabarta. Na mbetet borxhi, siç ju thash, filloj me borxhin e marrë prej bankës, pastaj vazhdojmë në për etapa të kthimit të borxhit hapas hapi, e në këtë rast e kemi borxhin, nëse flasim për herën e parë, do ta kemi borxhin paraprak ose ne themi borxhi fillestar. R0 e nënkupton fillestarin, ai që është marrë në fillim, duke ja minusuar këstin e parë të cilin veç e bëm e kishim bërë, domethënë, pagesën. Pastaj na mbetet borxhi i mbetur. Çka tregon borxhi i mbetur? Borxhi fillestar minus pjesa që është e paguar, pra kjo kësti, kështu që mbetet borxhi i mbetur. Po preferoj që të kemi një shembull, të japim më mirë të dhënat dhe të shohim se si shkon plani i amortizimit. Shembulli thotë kështu: huaja prej 100.000 eurove me anuitete të barabarta vjetore për 5 vjet me radhë, me interes 7% dhe kapitalizim vjetor. Të përpilohet plani i amortizimit. Puna e parë që duhet bërë, duhet t'i vendosim të dhënat. Pra, kemi një hua prej 100.000 eurove, e kemi 5 vite, eni është 5 vite dhe e kemi përqindjen 7. Prej fillimit ju thash, preferenca ose preferohet që të njësohen elementet të cilat do të përdoren gjatë tërë kohës së planit të amortizimit. Pra, preferenca ime është që të njësohet faktori interesit, gjithashtu anuiteti, me qenë se anuiteti, thash edhe një herë, e kemi planin e thjesht amortizimit një huaj me anuitetet barabarta, kështu që preferenca është ta njësojmë spari pas faktorit interesit, anuitetin. Pra, faktori interesit është vjetor, me qenë se kishim vetëm vite periudat, për 5 vite, njësohet si 1 plus pëthyje për 100, sepse jemi është 1. Dhe do ta kemi 1 plus 7 100-at, që është 1.07. Vazhdojmë me anuitet. Anuiteti e shprehte prodhimin e huas me shumën brenda që e kemi, që e kishim fituar nga në prodhim lartë, po mendoj pak më herët, që e kishim fituar nga shuma e termave të vargut geometrik, që është formula që e shpreh anuitetin. Pra, kapitalit se tërësia herë në n, r minus 1 thyje për r në n minus 1. Çka bojmë? E tërë puna është vetëm të zëvendësojmë dhe të bërim një llogaritje të thjeshtë. Pra, 100.000 është kapitali, faktori interesit ishte 1.07, kishim 5 vite, pra jeni 5, në eksponentin e 5, herë diferenca brenda që është e faktorit të interesit minus 1. Thyje për faktori interesit në eksponentin e 5 minus 1, pas llogaritjes e kemi 1 për afrim, edhe një herë po them, sepse është shumë me rëndësi ta marrim për afrimin e mirë, ose kujt i themi për afrimi mirë, më shumë decimale. Decimalet, sepse do ta përdorim anuitetin dhe do të përdorim llogaritje të tjera dhe është me rëndësi që për afrimi të bëhet në formën e rregullave matematikore, ose të marrim pak më shumë decimale. Pra është 24.399.07 euro. Po vazhdojmë me që e gjetëm me plan të amortizimit. Do t'isha ndalur pak në vitin e parë të planit të amortizimit, që thjesht e tregon herën e parë të vitit të parë se si shkon plani. Pra, esenca ishte të shohim se si e njësoshim interesin, këstet, anuitetin që kishim të njësuar, borxhin e mbetur dhe borxhin e paguar. Pra interesi, unë po munduhna pak ta ceki ose të tregoj se si na erdhi kjo vlera e prej 7.000 eurove.
dim që interesi ishte tërësia, ose borxhi fillestar, sepse është faza e parë. Here përqindja thye për 100. Borxhin e kishim, në qoftë se ju kujtohej, 100.000 euro, ja ku është borxhi atje, e ria te R0, ja është 100.000 euro të mbarura. Kështu që 100.000 euro, here përqindja, si që pam që ishte më herët, ose qoftë se doni me rikujtu, ishte 7, është 100.000, here 7, thye për 100, që do të na jep një vlerë prej 7.000 eurove. Vazhdoj me këstin e parë, sepse kemi fazën e parë dhe ishte vjetore. Pra, në këstin e parë do ta njësojmë këstin kënishin, i cili është anuiteti minus interesi. Pra, 17.389 do të jetë vlera, pasi t'ja minusojmë anuitetit 24.389.07, ja minusojmë interesin, na del kësti i parë. Vazhdoj me anuiteti me që ishte i barabartë, vetëm i secilin prej viteve e përsërisim vlerën e njëjtë anuitetit të cilin e kishim llogaritur më herët. Vazhdoj me borxhin e mbetur, me qenë se borxhi fillestar ishte 100.000 euro dhe çka bëm deri në këtë fazën e parë. Paguam një interes që ishte 7.000, një këst. Në këtë rastin ton, prej 100.000 eurove që është huaja, do të minusohet kësti i parë i cili është i paguar, pra 100.000 minus kësti i parë që është 17.389.07 euro, dhe do të na mbetet borxhi prej 82.610.93. Dhe në fund, në stazën e fundit, ose po them më mirë në kolonën e fundit, në pikrisht për vitin e parë, do të na mbetet, ose do ta kemi borxhin e paguar. Çka paguam deri tash? Paguam një këst, pra kësti ishte 17.389.07 dhe pjesa e paguar ose borxhi i paguar do të jetë pikrisht kësti i parë. Çka do të bëjmë në faza tjera? Do të procedojmë të njëjtën procedurë, do të vazhdojmë me të njëjtën procedurë, pra do ta njësojmë interesin, tash nuk do të njësojmë interesin e dytë në 100.000 euro, po në 82.610.93 euro do ta njësojmë here përqindjen që ishte 7 thye për 100 dhe do ta fitojmë një interes tjetër, kështu që pastaj me radhë do ta kemi formën e njëjtë të formulat që i zbatum për vitin e parë, për këstin e dytë e kështu me radhë. Çka është këtu me rëndësi ose si do dim që thjesht pas 5 viteve i përfunduam të gjitha fazat për të amortizuar një hua, do të shohim që borxhi i mbetur në vitin e fundit, pasi të paguhet kësti i 5, do të jetë 0 realisht. Pra, në këtë rastin tonë, po e shohim që borxhi i mbetur do të jetë faktikisht 0, sepse është paguar edhe, pra po flasim për rreshtin e fundit, për vitin e 5, po e shohim që borxhi i mbetur është 0, sepse ishte edhe pagesa e fundit e këstit të 5. Dhe borxhi do të jetë pjesa e paguar e jona, normalisht 100.000, sepse kemi paguar dhe kemi kryer të gjitha procedura deri në vitin e 5. T'japim edhe disa hollësi për planin e amortizimit, pikrisht për borxhin e paguar dhe borxhi i mbetur i një huaje. Zakonisht, borxhin e paguar e kemi si shumë të kësteve. Pra, çka do të bëjmë, do t'i mbledhim këstet, prej këstit parë deri te kësti i fundit. Nëse bazohemi në shembullin e kaluar, kishim 5 këste, sepse ishin 5 vite. Këtu po e paraqesim trajtën e përgjithshme, pra pjesa e paguar ose borxhi i paguar do të jetë shuma e kësteve, se cilin prej kësteve do ta shprehim përmes formulës që ishte k-eni baraz be k-ni herë rn në minus ni. Pra do t'i shprehim me formulë, kësti i parë është ves kësti i parë k-nishi, i dyti do të jetë k-ni herë r, i treti do të jetë k-ni herë r katrore, kështu me radhë kësti i fundit ose trajta e fundit për borxhin e paguar ose po in do të jetë kësti i parë herë r në i minus ni. Mundohemi disi ta përmbledhim këtë shumë në një formë pak më të përshtatshme të ekuacionit. Çka bojmë? Matematikisht e dim që sa herë kemi nëpër këto shuma shprehje të njëjta, pikërisht në rastin tonë është kësti i parë, e faktorizojmë, brenda na mbetet një varg. Me qenë se kemi vargun, po shohim që është 1 plus r plus r në katrore, kështu me radhë plus r në i minus ni, po shohim që kemi të bëjmë me një shumë të termave të vargut gjeometrik. Pra, po ju rikujtoj që vargu gjeometrik shprehej si termi i parë here
hersi që në -1 thyje për q-1. Te ne këtu rast konkret duhet po e shohim që termi parë është anishi është ne. Termi hersi, në shta me mirë me thonë, këtë rastin tonë është termi 2 thyje për termin e parë. R thyje për ne, po e shohim që është R. Ose po e provojmë edhe një term tjetër. Termi 3 thyje për termin e dytë, R në katror thyje për R, e dim që matematikisht është R. Pra, po shohim që hersi është që-ja, që ne i themi të varku geometrik, është R. Pra, vetëm e zavendësojmë. Borxhi i paguar do ta ketë shprehjen ose trajtën e përgjithshme përmes këstit të parë dhe hersit. Lart kemi faktorin ose hersin që e njësum që ishte R nga termat e varku geometrik, R në i-1 thyje për q-1 që ishte trajta e përgjithshme, këtu që-ja ishte R minus 1. Na mbetet edhe borxhi i mbetur, në qoftë se dojmë e ditë pas disa viteve ende pa përfundu të amortizimi huas, të shohim borxhin sa kemi borxh ose borxhin e mbetur, sa na ka mbet borxhi për të paguar. Njësohet me formulë gjithashtu, borxhi i mbetur preferuam që ta kishim simbolin me R dhe RI trajta e përgjithshme është huaja ose kapitali duke ja minusuar pjesën e paguar, varësisht sa faza, minus PI. Të shohim një rast konkret, po mundohna me i dhonë disa të dhëna, pasi të shohim se çka kemi në fillim ose çka po kërkohet. Kemi një hua prej 400.000 eurove, e cila hua amortizohet për 20 vjet me anuitetet barabarta semestrale, me interes 8% e kapitalizim semestral. Të gjendet pjesa e shlyerë e borxhit pas 30 anuiteteve të paguara dhe borxhi i mbetur pas 30 anuiteteve të paguara. Këtu po jap disa sqarime, pastaj zgjidhjen po ja u la atyre që janë të interesuar të përcjellin këto ligjërata ose këto të dhëna, mirë po spari po i ceki çka kemi të dhënë dhe çka preferoj të mirët si bazë për zgjidhjen e këtij problemi. Kam huan prej 400.000 eurove, po e shoh që amortizohet për 20 vjet, pra jeni 20, me anuitetet barabarta semestrale. Do me thonë që e kemi emin 2, sepse dim që kemi 2 semestra brenda një viti, dhe interesin 8%. Kapitalizimi semestral, me që ishin 2 semestra brenda vitit. Pjesa e shlyerë e borxhit pas 30 anuiteteve të paguara do të njësohet me formulat që i dham nga sipër. Pra, është e detyrueshme faktori interesit, mirë po periodik, që është 1 plus P thyje për 100 herë më, të njësohet, e dim që përqindja është 8, 1 plus 8 thyje për 100 herë më ja është 2. Njësojmë faktorin interesit spari, po thash po ju jap disa të dhëna, pastaj vazhdoni zgjidhjen, mendoj ai që është interesuar. Pasi ta njësojmë faktorin e interesit, na duhet kësti, e pam që për këstin, spari për këstin e parë, na duhet anuiteti, kështu që e njësojmë anuitetin, e njësojmë këstin e parë dhe vazhdojmë me i gjetë si pas formulave, do me thonë P30 dhe R30. Këto janë disa të dhëna të cilat ju ndihmojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Ku mundeni t'i gjeni të gjitha këto, ose ku mundeni të orientoheni, unë ju kisha preferuar mundeni në webfaqe që e keni këto, mundeni në cilin ka të bëjë me matematikën financiare, të gjeni detyra ose ndihmë për zgjidhje të këtyre problemeve. Ka mundemi me përfundu, ose çka ishte esenca deri këtu që tham, kishim të bëjshim me lidhmërinë ndërmjet një huaje me anuitetet barabarta dhe rentave periodike. Llogaritjen e anuiteteve të barabarta të huave, si dhe përpilimi i një planit amortizimit të një huaje me anuitete të barabarta, qoftë vjetore, qoftë periodike. Kjo ishte ajo që preferohej për plan të amortizimit.